Zemërimi. Zemrimi dhe shqetësimi janë pjesë e natyrës së njeriut. Ata janë prezent në instiktet bazike të çdo personi. Ky fenomen buron prej zemrës dhe mendjes së çdo individi, pastaj merr formën e flakës dhe e përshkon tërë trupin. Sytë dhe fytyra bëhen të kuqe, gjymtyrët fillojnë të dridhen dhe shkuma del prej gojës. Ndjenjat dalin jashtë kontrollit të personit. Inteligjenca e personit të zemëruar zhduket për një çast dhe në atë gjendje ka shumë pak dallim mes tij dhe njeriut të marr. Në këtë gjendje, si i dehur ai mund t'i kryejë veprimet për të cilat mund të pendohet gjatë tërë jetës së tij. Aliu, urdhëruesi besimtarëve, ka thënë: "Qëndroni larg nga zemrimi sepse fillon me vrull dhe përfundon me pendim." Imam Xhafer Sadiku thotë: "Zemrimi është çelësi i të gjitha sëmundjeve." Zemrimi është i dëmshëm edhe për devocionin e një personi, mund t'i shkatërrojë veprat e tij të mira dhe ta bëjë mëkatar. I dërguari i Islamit ka thënë: "Zemrimi e dëmton devocionin e një personi sikur që uthulla e shkatron mjaltin e mirë. Në gjendjen e tërbimit, personi shqipton fjalët jo të mençura dhe veprat e tij janë të tilla që ai bëhet jo i popularizuar në sytë e të tjerëve." Aliu, urdhëruesi besimtarëve, ka thënë: "Zemrimi është shoku i keq që i ekspozon mangësitë e një personi. Ai e sjell atë më afër të keqes dhe e largon nga e keqja. Zemrimi i vazhdueshëm e dëmton zemrën dhe nervat e një personi dhe i bën ato të dobta e të molisura. Prandaj personi që brengoset për nderin e tij, shëndetin dhe devocionin, duhet ta luftojë instiktin e keq të zemrimit me tërë fuqinë e tij dhe ta mbajë nën komandën e tij para se t'i shkatrojë nervat, nderin dhe devocionin e tij. Po ashtu duhet të mbajë në mend se zemrimi nuk është i panevojshëm dhe i dëmshëm në të gjitha rrethanat. Në kohëra të caktuara, përdorimi i tij është legjitim dhe i leverdisshëm. Duhet të përdoret në mënyrë të drejtë kur situata kërkon një gjë të tillë. Ky instinkt i ndihmon ndonjërit ta mbrojë jetën dhe pronën e tij nga vandalët dhe elementet e padëshiruara. Kur personi duhet ta mbrojë besimin, vendin e tij apo ta mbrojë njerëzimin në përgjithësi, instinkti i zemrimit do të jetë pjesë e kalorësisë së tij. Pa prezencën e këtij instikti, personi do të jetë në rangun e frikacakëve që e ulin kryet e tyre ndaj çdo ofendimi apo keq trajtimi prej të tjerëve. Nëse instinkti i zemrimit mbetet nën kontrollin e urtësisë, ai mund të bëhet një pasuri për të. Lufta për mbrojtjen e vendit të tij, çështja e besimit të ndonjërit, el emru bil maruf wan nahyu anil munker, dhe mbrojtja e familjes së ndonjërit është legjitime. Instinkti i zemrimit bën që ndonjëri të marrë pjesë në ndonjë detyrë të tillë të vështirë. Myslimani i devotshëm dhe i përgjegjshëm nuk do të mbetet shikues i pazëshëm ndaj tiranisë, padrejtësisë, diktaturës, vazhdimësisë së mëkateve, forcës së imperializmit dhe kolonializmit e të tjerë. Islami u lejon njerëzve të tij të qëndrojnë fuqishëm dhe të luftojnë këto forca me guxim dhe gjak ftohtësi. Sidoqoftë në situata të tilla, zemrimi i njerëzve nuk duhet të triumfojë mbi këshillën e mençur. Aliu, urdhëruesi besimtarëve, ka thënë: "Nëse bëheni pasues të zemrimit, do t'ju shpije drejt shkatrimit. Nuk është e drejtë të shtypet plotësisht instinkti i zemrimit dhe ta bëjë qenien njerëzore të pandjeshme, të pabrengosur dhe të paturpshme. Ajo çka kërkohet është nevoja për të shmangur shprehjen e dhe të panevojshme të zemrimit. Kjo është e mundur me rritje të duhur dhe të treguarit e kujdesit ndaj personave të rinj. Sikur instiktet e tjera të një personi, edhe zemrimi ka rrënjët e veta në fëmijërinë e hershme. Sasia e zemrimit të një personi është pasqyrimi i trajnimit që e ka pranuar dhe i rrethanës në të cilën ka jetuar. Nëse prindërit e mirëmbajnë instiktin e zemrimit në një nivel mesatar, në çështjet e tyre, edhe fëmia do të mësojë të ndjekë këtë proces. Edhe fëmijët e prindërve nervoz e gjindosur do të mësojnë të bëhen të ngjashëm në jetën e tyre të mëvonshme. Fëmia ndonjëherë çiret dhe vërtet gjatë zemrimit, trupi i tij dridhet, ngjyra e fytyrës së tij ndrohet, i mëshon dyshemes me këmbë, rrotullohet në dysheme, flet fjalë të inatosura dhe mundohet të shkojë në një kënd për ta fshehur veten. Të gjitha këto sjellje të çuditshme të fëmijës mund të jenë çapkënëri. Ai mund të jetë i zemëruar dhe prindërit duhet ta hulumtojnë shkakun e zemrimit dhe të mundohen për ta larguar. Zemrimi i lajmërohet për shkak të brengës apo parehatis, dhimbja e tepërt, lodhja, pagjumësia, uria, etja e tepërt, të ftohtit dhe të nxehtit e shqetësojnë fëmijën dhe i japin në rast të zemrimit. Bërja gjërave kundër dëshirës së fëmijës, kufizimi i lirisë së lëvizjes, ndjenja e kujdesit të tepërt ndaj fëmijëve të tjerë, të ushqyerit e detyruar të tij mund të lodh fëmijën dhe ta zemrojë. Disa prindër i mësojnë fëmijët në mënyrë të lehtë që të zemrohen. Ata u bërtasin atyre dhe bëhen tepër të ashpër. Nëse fëmia zemrohet, ata ja kthejnë me zemrim
qëllim, në vend se të provojnë ta qetësojnë. Në këtë mënyrë fëmia mësohet të bëhet një person i zemëruar. Nëse fëmia është i uritur dhe i etur, jepini të haj apo të pi diçka. Nëse është i lodhur, ndihmojeni të flej. Nëse fëmia është i zemëruar për shkak të veprave tuaja, mundohuni ta qetësoni. Nëse zemërimi i fëmijës është për shkak të mendimeve të shpërndara, qetësojeni me biseda të buta dhe ninulla. Nëse fëmia është i zemëruar sepse kërkon diçka, mundohuni ta zbuloni kërkesën e tij dhe ta plotsoni atë. Kur fëmia të kthehet në gjendje normale, tregojini se ai nuk ka nevojë të qajë dhe të nervozohet për të fituar diçka. Sigurojeni atë se ai duhet vetëm ta kërkojë atë dhe nëse ajo gjë është e mirë për të, atëherë ajo do t'i jepet atij. Gjithashtu paralajmërojeni se nëse qan dhe sillet keq në të ardhmen, dëshirat e tij nuk do të plotësohen. Aliu, urdhëruesi besimtarëve, ka thënë: "Ruajuni prej zemërimit që të mos dominojë mbi ju dhe të mos bëhet shprehje juaja." Fëmijët e ngacmueshëm zemërohen edhe për shkak të pretekstit më të vogël, sepse natyra e tyre nuk është e fortë. Ata nuk janë në gjendje të tolerojnë asgjë të padëshiruar dhe preken edhe nga shqetësimi më i vogël dhe bëhen nervoz.